Ndërsa sot diskutohet për politikën në Budapest, historia e këtij qyteti lidhet edhe me një shqiptar nga Peqini. Abdurrahman Pasha, sundimtari i fundit i Budës, kujtohet si armiku hero, një figurë që u nderua nga edhe nga kundërshtarët për trimërinë e tij. Abdurrahman Abdi Arnaut Pasha, me origjinë nga Peqini, ishte komandanti i ushtrisë osmane në Hungari. Edhe pse pushtues, në vendin ku u vra, në Buda Castle, është ngritur një memorial për të, ku ai quhet njëkohësisht armik dhe hero. Ai lindi në vitin 1616 në një fshat të Peqinit, studioi në Stamboll dhe u formua në repartin e jeniçerëve. Në vitin 1674 u bë guvernatori i Bagdatit, më pas i Egjiptit, dhe në 1684 u emërua komandant në Hungari. Në vitin 1685 u krijua lidhja e shenjtë për të larguar osmanët nga Hungaria. Me mbështetjen e Papës Inocentit të 11 dhe Republikës së Venedikut u dërguan në rreth 80.000 trupa, të mbështetura edhe nga 15.000 hungarez. Betejë e Budapestit ishte ndër më të përgjakshmet. Më 17 qershor 1766, qyteti u rrethua nga një ushtri evropiane prej rreth 90.000 forcash, ndërsa Pashai kishte vetëm 8.000 mbrojtës në kështjell. Atij ju kërkua disa herë të dorëzohej, por refuzoi. Një forcë ndihmëse nga Perandëria Osmane u thye në Beograd, edhe kundër sulmi i tij më 29 gusht dështoi. Në fund, sipas kronikave, ai zgjodhi të luftonte deri në vdekje. Me pak ushtar që i kishin mbetur, u hodh në betejë dhe u vra. Vdekja e tij shënoi fundin e pushtimit 145 vjeçar të Budapestit. Vendi ku ra u ruajt dhe më pas u ngrit një përmendore, që sot i kushtohet armikut hero.